Mimbroma dhe mirë se po takohemi këtu në 60 minuta. Disa qytete e zona në Kosovë janë përmbytur si shkak i rreshjeve që ka nisur një natë më parë. Gjatë ditës së sotme shumë familje janë evakuar nga shtëpitë e përmbytura, disa zona kanë pasur probleme me furnizim me ujë e në disa qytete është ndaluar edhe energjia elektrike. Se cila është situata në 3 qytetet më të mëdha të prekura nga vërshimet, pas pak në një lidhje direkte do të kemi zyrtarët e këtyre komunave. Do ta nisim me Malishevën, ku në një lidhje direkte do ta kemi zëdhënësin e komunës Artan Paqarizi për të kuptuar situatën me vërshime në zonat e Malishevës, e më pas me kryetarin e Rahovecit Smajl Latifi diskutojmë për situatën në Rahovec e zonat e vërshuar atje. Tuqe në një lidhje direkte me drejtorin e emergjencave në Drenas në Zhveden Grutën do të kuptojmë për situatën me vërshime në këtë komunë. Të gjitha këto pas pak, por në fillim ju sjellim lajmet kryesore të ditës. Situata e rëndë me vërshime në Malishev, Drenas e Rahovec e disa komuna të tjera. Evakuon disa familje, Malisheva shtyr nisjen e procesit mosimor. Keci ndërpret energjinë elektrike në Malishev, Drenas e Rahovec si shkak i rreshjeve. Ministria e Infrastrukturës është në gjendje gatishmërie për të menaxhuar situatën. KQZ numëron mbi 90% të votave me kusht. PDK-ja rikthen ulsen e 23 në kuvend, LDK-ja humb një ulse e vendosja siguron 57 ulse. Shtohen tensione diplomatike rreth Grenlandës pas deklaratës së Trumpit. Sipas kryeministres daneze, marrja e Grenlandës nga SBA do ta nënkuptonte fundin e NATO-s. Rreshtet e dendura të shiut që kanë rënë gjatë natës kanë shkaktuar vërshime në disa pjesë të Kosovës. Malisheva është njëra prej komunave më të prekura nga vërshimet e fundit. Shumë rrugë janë bllokuar nga rritja e nivelit të lumenjve proskave, ndërsa është vëshuar parkingu nën toksor pak ditë pas përurimit të tij. Në orët e pasdites, drejtoria e arsimit në komunën e Malishevës ka njoftuar se për shkak të situatës së krijuar pas rreshjeve të dendura të shiut, është marrë vendim që të shtyhet fillimi i gjysmëvjetorit të dytë deri më datën 12 janar. Sipas njoftimit, ditët e humbura do të kompenzohen gjatë muajve në vjem. Vërshime kanë shkaktuar probleme edhe në komunën e Drenasit. Përmes një njoftimi, komuna Drenasit ka bërë të ditur se uji ka deportuar në disa shtëpi dhe biznese, ndërsa disa segmente rrugore janë të pakalueshme. Në njoftim thuhet se disa familje janë evakuar nga rreziku i vërshimeve, ndërsa rryma elektrike është ndërprer. Edhe në Skenderaj, rreshtet e shiut kanë shkaktuar vërshime në disa zona. Kryetari i komunës Samil Ushtaku ka thënë se vërshimet kanë shkaktuar vështirësi për një numër familjesh. Rreshtet e dendura të shiut gjatë natës kanë shkaktuar vërshime edhe në disa fshatra të komunës së Rahovecit. Pamjet që ka siguruar koha nga fshati Fortez tregojnë dëmët që kanë pësuar banorët edhe nëpër shtëpitë e tyre. Ndërsa komuna përmes një njoftimi ka bërë thirrje banorëve të këtij fshati të ndërpresin energjinë elektrike nëpër shtëpitë e tyre. Kjo masë është e nevojshme që kur të rikthehet energjia elektrike në gjithë fshatin të mos ketë pasoja në pajisjet elektrike dhe instalimet e brendshme, thuhet në alarmin e komunës. Komuna Rahovecit ka luar edhe një shtab komunal për emergjencë që do të operojnë në çdo kohë dhe do t'i koordinojë të gjitha ndërhyrjet për menaxhimin e situatës dhe sigurinë e qytetarëve, ka njoftuar kryetari i komunës Smajl Latifi. Zyrtari i komunës së Gjakovës gjithashtu ka njoftuar se të gjitha ekipet emergjente janë në gjendje gatishmërie derisa janë evakuar disa familje në këtë komunë. Ndërkohë edhe në kryeqytet disa rrugë janë përmbytur duke vështirësuar qarkullimin e automjeteve, ndërsa vërshime janë raportuar edhe në disa komuna të tjera të vendit. Në rajonin e Mitrovicës është ndërprer furnizimi me ujë për shkak të rritjes së turbullirave në kanalin e Ibër Lepencit. Ngadalja e furnizimit me ujë janë prekur edhe Fush Kosova, Drenasi, Obilishi dhe një pjesë e lagjës Kalabria në Prishtinë. E për të kuptuar situatën e vërshimeve, tani kemi në lidhje direkte kryetarin e komunës së Rahovecit, zotin Smajl Latifi. Atëherë, zotin Latifi, përshëndetje nëse na dëgjoni. Zotin Latifi?
Po e presim pra në lidhje direkte, paralemruam në fillim të këtij edicioni që në mesin e lidhjeve direkte që do t'i realizojmë gjatë ditës së sotme lidhur me situatën e vërshimeve është edhe kryetari komunës së Rahovecit, Smajl Latifi, komunë kjo e cila ka pësuar dëme nga këto vërshime, ka pasur familje të evakuara nga disa zona, gjithashtu ka pasur edhe ndërprerje të energjisë elektrike dhe probleme të tjera si pasojë e rreshjeve të nisura një natë më parë në Kosovë. Regjia? Këtë do ta kemi pas pak, do të shkojmë edhe me një storie të tjetër ku për shkak të rreshjeve të dendura të shiut dhe vërshimeve KECI ka njoftuar se ka ndërprer furnizimin me energji elektrike në Drenas, Malishev dhe Rahovec. Në njoftim thuhet se uji ka depërtuar në një nën stacion në Drenas duke paraqitur rrezik për sigurinë e rrjetit elektrik. KECI ka njoftuar se ndërprerja është bërë për arsye sigurie, ndërsa ekipet janë në terren dhe po punojnë për rikthimin e energjisë sapo të stabilizohet situata. Vërshimet e shkaktuara nga rreshjet e dendura të shiut kanë përfshirë disa komuna të Kosovës, duke shkaktuar dëme materiale, ndërprerje të energjisë elektrike dhe evakuim të banorëve në zonat më të rrezikuara. Ushtruesi i detyrës së ministrit të infrastrukturës Hysen Durmishi gjatë vizitës në komunën e Drenasit, një nga më të prekurat nga vërshimet, tha se janë angazhuar të gjitha ekipet dhe operatorët ekonomik për të intervenuar kudo që është e nevojshme. Po bëjmë gjithë shka që është e mundur, në mënyrë që të mos ketë pasojat të mëdha këto vërshime që po ndodhin në disa komuna, si këtu në Drenas, në Malishev, në Rahovec, e edhe në disa komuna tjera. Pra jemi në terren, të gjithë operatorët ekonomik të angazhuar nga ministria jonë janë në terren vazhdimisht 24 orë për të ndihmuar në çfarëdo situate që është e nevojshme. Edhe ministri në detyrë i punëve të brendshme, Xhelal Sveçla, ka bërë të ditur se situata në Malishev aktualisht është nën kontroll, ndërsa banorët nga zonat me rrezik janë evakuar. Përkundër vështirësive, ekipet e ngarkuara po ja dalin me sukses për të ballafaquar me këtë dukuri. Një pjesë e banorëve janë evakuar, nuk ka dëme në njerëz. Jemi duke vëzhguar situatën. Për shkak të depërtimit të ujit në nën stacionet elektrike, KECI ka njoftuar për ndërprerje të furnizimit me energji elektrike në Drenas, Malishev dhe Rahovec, duke theksuar se masa është marrë për arsye sigurie. KECI njofton se gjendja është jo stabile edhe në komunat e Malishevës dhe Rahovecit për shkak të vërshimeve, ku për arsye sigurie është bërë ndalja e furnizimit me energji elektrike deri në stabilizimin e situatës. Reagime ka pasur edhe nga opozita. PDK-ja ju ka bërë thirrje institucioneve qendrore që të marrin përgjegjësinë e plotë që u takon, duke aktivizuar të gjithë mekanizmat shtetëror për menaxhimin e situatës emergjente. Kryetari i AK-s Ramush Haradinaj e ka cilësuar situatën si urgjencë kombëtare dhe ka kërkuar nga institucionet qendrore dhe lokale të shumëfishojnë përpjekjet për përballimin e gjendjes. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike u ka bërë thirrje qytetarëve të reagojnë me kujdes për shëndetin, veçanërisht ata që furnizohen me ujë nga bunare të pambrojtura, duke rekomanduar zierjen e ujit para përdorimit. Aktualisht nuk ka të dhëna për ndotje të ujit. Megjithatë, qytetarët që furnizohen me ujë nga bunar të pambrojtur për arsye sigurie nga aspekti bakteriologjik, rekomandohet që uji të vlohet para përdorimit ose të shfrytëzohen burime alternative për furnizim me ujë të sigurt. Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se nga data 3 deri në 5 janar, në pjesën perëndimore të Kosovës janë regjistruar rreshje të konsiderueshme të shiut, të cilat kanë ndikuar dukshëm në rritjen e niveleve dhe prurjeve të ujit. Sipas tij bëhet fjalë për lumenj që rrjedhin nga Alpet shqiptare dhe si pasojë mund të kenë dalë nga shtretërit e tyre.